Aktoria Egleceno ka njoftuar dorëheqjen e saj nga teatri Skampa në Elbasan pas një përplasjeje me drejtorin e institucionit. Lajmin e bëri të ditur vetë aktoria përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shpjegon se shkak për vendimin e saj ka qenë mospagesa e rrogës për 2 muaj, një shumë prej 55.000 lekësh të reja. Sipas Cenos, problemi ka lindur pas pjesëmarrjes së saj në shfaqjen Babai në Teatrin Eksperimental të Tiranës. Ajo e cilëson vendimin e drejtorit për të pezulluar pagën e saj si një veprim artistik me shumë finesë, që tregon se si vlerësohet puna dhe artisti. Në postimin e saj Cenos shpreh: "Vijoj përpara më e fortë dhe më e qartë se kur për çfarë meritoj dhe çfarë nuk pranoj." Aktoria e cila ka qenë pjesë e skenës elbasanase për vite me radhë, thekson se largimi i saj nuk lidhet me teatr, por me menaxhimin e institucionit. Falënderim publik për teatrin Skampa për bashkëpunimin që kam patur deri sot. Ka qenë një eksperiencë e paharrueshme, sidomos momenti kur u vendos të hiqej paga ime, vetëm se mora pjesë në shfaqjen Babai të Teatrit Kombëtar Eksperimental. Të paktën, ky ishte preteksti që mu komunikua, një veprim artistik me plot finesë që flet shumë për mënyrën se si vlerësohet puna artisti dhe njeriu. Sa për dirigjencën, bravo, e goditët me stil të vërtet të lartë, vendimarrjen kreative. Kaq kam për dirigjencën. Sidoqoftë, Zoti qoftë me ju. Keni 2 muaj që më hiqni bebelinat e mamit, 550 lekë të vjetra rrogë. Vijoj përpara me fortë dhe më qartë se kur, për çfarë meritoj dhe çfarë nuk pranoj. E dua pafundësisht Skampën dhe Elbasanin dhe jam vetëm mirënjohëse për dashurinë e publikut. Kjo është një histori drejtorlloku, por unë luftën e kam me skenën, jo me drejtorllokun. Prandaj i mrekullueshmi Elbasan, të lutem prano dorëheqjen time. Ju kam në zemër, shkruan Ceno në postimin e saj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.